A ka të drejtë kryeministri zonja Gjosha në këtë që thotë? Dhe a ka një faj dhe opozita për faktin që disa vende mund të pengojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Tani unë do ta ktheja pak retorikën e kryeministrit për të thënë që a është procesi i integrimit evropian gjithëpërfshirës? A duhet të jetë gjithëpërfshirës? A përfshihet opozita në vendimarrjet kyçe të vendit, në prioritetet kombëtare që ka vendi? Unë mendoj që jo. A mungon transparenca në këtë vend për shumë vendime që merren? Mendoj që po. Nuk do ndalesha tek opozita, sepse çfarë do lloj portretizimi të bëjë opozita për realitetin këtu në Shqipëri, janë letrat, janë vendimet ato që flasin. Po duke qenë gjithëpërfshirës procesi, a ka një faj opozita? Opozita është aty, është pjesë e kuvendit. Mendoj që dialogu dhe dora e shtrirë patjetër që do duhet vi nga ekzekutivi, sepse ata kanë edhe pushtetin më të madh, kanë dhe mundësi më shumë për të ofruar opozitës, kështu që nuk mendoj se është një temë e cila do duhet sot të trajtohet apo të ndalet tek problemet e opozitës. Mendoj që kur flasim për procesin e integrimit evropian, flasim dhe për një proces që është edhe shumë teknik dhe që, t'ju them të vërtetën, na intereson ta diskutojmë edhe si të tillë. Pra për te pjesës politike dhe asaj çfarë shkakton, është shumë teknik. A e dini që plani kombëtar, për shembull, i integrimit evropian, se ne flasim për negociatat, por çfarë janë negociatat? Në një farë mënyrë dalim tek harmonizimi i legjislacionit. Plani kombëtar i integrimit evropian për 2024-2026 përmban gjithsej 230 projekt ligje, të cilat do duhet të parafrohen me BE-n, që janë pjesë e gjithë procesit negociatave ndërmjet kapitujve e tjerë me radhë, që vjen edhe si pasojë e rekomandimeve që ka bërë Komisioni Evropian nga viti 2023, por për te këtyre 236 shtohen ndër vite, sepse raportet shtohen, pra kemi 2024, 2025 e tjerë me radhë.